Duke parë rënjen e sektorit të bujqësisë apo blegtorisë ndër vite, shumë banor kanë nisur të merren tashmë edhe me punë alternative, të pakta normalisht në tipologji, por që mund të bëhen ende në fshat. Përgjatë rrugës në Llakatund takojmë një prej tyre. Ai ushtron një profesion sa të veçantë, por edhe të padëgjuar më parë. Kanalet kulluese të papastruara, pushtuar nga kallamishtet, janë kthyer në punë të përditshme për të, nga e cila siguron të ardhura. Siç tregon edhe vetë, prej kanaleve kulluese mbledh kallama, të cilët më pas i pastron, i sjell drejt e më pas po ashtu i shet tek një firmë private, e cila i çon drejt Italisë për t'u përdorur në bujqësi. Tregon se për punën që bën është krenar, pasi me ndershmëri, siç thotë dhe vetë, i del të mbaj familjen. Një mesazh ka edhe për rinin, duke treguar se kush kërkon mund të gjej punë, nëse ekziston dëshira dhe vullneti.